Qindra automjete që udhëtonin drejt Korçës apo Nasjeltas u bllokuan gjatë dielës në Dragosonjë të Librazhdit. Rëshqitja e masivi dheu me gurësh nga mali blokoi tërësisht qarkullimin në aksin rrugor Librazh-Shafthan. E bëri me drita në fjalë që po rëshqet dheu më fal. Pastaj ku afruam këtu pam që ra kjo. 100 metra larg isha. Nga makina 100 metra e kam. Në momentin ku më nisi drita gjë se ka polici, erdhëm këtu pa malin të shembur. Inshallah pa hapin e hikum edhe në familjet tonë. Si jemi qëtësume dhe ne. 5 orë kemi. 5 orë. Në vendngjarje po punohet me disa padroma për pastrimin e dheu dhe heqjen e një pjesë masivi gurësh që mund të rrezikojnë shembje të tjera. Policia rrugore apelon që të gjithë që duan të udhëtojnë në drejtim të Korçës dhe Anasjeltas të shmangin lëvizjen deri në njoftim të dytë për hapjen e rrugës. Konkretisht drejtuesit e mjeteve që udhëtojnë në drejtim të Tiranës dhe rrethave të tjera po orientohen që të përdorin itinerarin Maliq-Lozhan-Moglic, Gramsh-Elbasan. Autoritetet u bëjnë thirrje drejtuesve të mjeteve të tregojnë kujdes të shtuar, të respektojnë udhëzimet e shërbimeve në terren dhe të informojnë paraprakisht mbi gjendjen e rrugëve deri në normalizimin e plotë të qarkullimit në aksin e bllokuar.